Miqtë Prizmës. Sot është data që Sali Berisha në orën 5 masdite të shiqë për regjistroj unë është ora 1:01, 13:15. është një ditë shiu, në Shkodër bie shi. I qetë është, po bie shi. Është ajo ditë proteste që Sali Berisha fillon e karikon, që me thanë, si foshnjarak që është, që në moshën 83 vjeçare kalon fëmijërinë e 3 ose të 4 të tij, po një fëmijë që në Shkodër i thonë keqan. Dhe nga ata fëmijët që kush ishte i Zoti, thotë, ta tregoj unë, ti do kalosh në lagjet time. Dhe shpërkalon. Ai lagjet i ka provu sepse i ka lindë Viqidol, dhe me thënë, është bërë 14 vjeç aty, po i ka provuar në Tiranë, pastaj ka bërë voglin edhe në Tiranë, sepse sigurisht ka thunin e tij aty ka dalë me dhit, me berrat, ka pas edhe 2 qenj, se e tregon vetë, një të madh dhe një të vogël. Dhe kuptohet ka bërë të tilla punë, po jo kaq shumë me lagjet që të kuptohet që është urban në konceptet. Kur i thuhet një kryeministri qëndro aty në zyrë, nëse ta mban, ka 2 element. Elementi i foshnjërisë, i fëmijërisë, që se ke kaluar mirë dhe du ta kalosh edhe 83 vjeç, atëherë kur të kanë rrjedhur dhe si më i Zotit bësh asgjë. Dhe elementi tjetër është i keqanit. Sepse sigurisht do që ti bësh thirrje atyre që shikoni atë në zyre keni, që ose qëndron aty gjeni edhe çfarë mund t'i bëjnë, ta linçojnë, ta vrasin kryeministin, çfarë mund të bëjnë. Imagjinoni se kemi pasur president i cili zgjidhesh për herë të dytë, zgjidhesh vetë, kur Shqipëria po digje, kemi pasur kryeministër të këtij vendi. Kryeministër që jepte urdhra për të vrarë 21 janar. Dhe pastaj thoshte që 4 snajper edhe unë 5, po doli do ta vrasësh. Domethënë, me këtë lloj njeriu i cili thot po ta mbajtin, nëse ta mban, nëse je burr rri kur të protestoj unë poshtë. Në fakt, rruga më e mirë është kjo që bën Edi Rama me të, por në një vend demokratik nuk funksionon kështu. Nëse ai kërcënon kështu, ai shkon para drejtësisë. Nëse ai provokon kështu në këtë mënyrë, ai ik nga ai vend. Po ne nuk jemi vend normal, ne jemi Shqipëria e Sali Berishës. Dhe sa t'jetë gjallë ai, do të dëgjosh kështu marrëzirash. Sepse në 14 shtator, kur ky bënte gru shtetit, e kërkonte Fatosnano, por Fatosnano i ndjeri, nuk ishte budalla që të binte duart e Sali Berishës edhe lopçarëve të tij, gangsterëve të tij, inatçorëve të tij, maskareve të tij, që janë të disa natyrave, ka dhe intelektuale, pedagoge, ka që i shkojnë mrapa në elemente të tillë, sepse edhe mund ta linçonin dhe mund ta vrisnin. Ata kur futen në përzyrat e Skënder Gjinushit, fillojnë të dhjesin këtu vendi, mi tavolina, shkatërronin, edhe televizionin i ndaluan një 3-4 njerëz aty se deshin ta shkatërrojnë, a kupton, kryeministrinë e morën me sulm. Ju kujtohet 14 shtatori shkuan me arkivolin e Azem Ajdarit aty dhe morën tanke, bazuka, gjëra të tilla. Po këto i kanë bërë në udhëheqjen e këtij që thotë po ta mbajti rri aty. E ke blinduar, thotë tash rri aty, pse nuk rri aty? Domethënë ta tregoj që ti nuk je si trim si unë dhe këtyre ti thotë çiko, po e gjetët, vriteni. Kjo është thirrje, se përndryshe për çfarë bëhet nëse ta mban ç'a? Ai nuk e ka shtëpinë e vet atë as, edhe sigurt ta ketë shtëpinë e vet kur shkon një turm atje për ta linçuar, kujtohet se do rri. Çfarë tërmjet është kjo? Kjo është ti je një njeri delirant, një njeri i smur psiqik, një njeri i cili nuk të dhimbset. Po kjo do të përgjigje kështu, që Edi Rama sigurisht nuk e jep. E do një përgjigje. Mënyra më e mirë për të përgjigjur është po unë po rri në zyrë, po në krye të demonstruesve aty nxjerr argitën,
lirin, shkëlqenin, dile dhe ti dhe sulmo. Pastaj ta tregoj unë. Kështu e do përgjigjen Sali Berisha. Mentaliteti i tij e do kështu, nxirr lirin përpara, shkëlqenin, argitën, dile dhe vetë përpara dhe hajde të marrë zyrën. Po, Edi Rama nuk e di zyrën e shtetit si kullën e Sali Berishës, kullën e ngujimit. Ky folklorizëm idiotësh, ignorantë, shpellarësh, këtë lloj koncepti ka. Këtë përgjigje do, këtë gjuhë kupton ai. Jo se do t'i qëndroj kësaj gjuhë, sepse ai do të gjejë një gjuhë tjetër, patjetër, një stalinist bolshevik, delirant politik si Sali Berisha do të gjente diçka tjetër. Po, ju sulmoni, merrni me kramare, digjeni, shkatrojeni. Nga 2013-2014 që ka ardhur në pushtet Edi Rama, minimumi ky ka bërë 30 protesta, siç pretendon të bëjë edhe sot. Nuk majmë përgjegjësi nga se çfarë bën populli. Populli është i armatosur me mënyrën e tij, ne nuk jemi për dhunën, por populli le të bëjë çfarë do. Kjo është. Edhe kur ishte Lulzim Basha dhe ky, me Lulzim Bashën kanë gjuajtur sa kanë mundur Molotov, çfarë s'kan bërë, kupton, huje, drasa, çfarë s'kan bërë. Jo vetëm ke kryeministria, po ke kuvendje, kudo ke ministria e rendit, pastaj janë tërhequr, pastaj kanë dalë, kanë thyer edhe nuk e di, reklama, i kanë bërë dëm edhe disa dyqaneve nëpër Tiranë, sepse kështu janë këta. Ky lloj konglomerati është. Partia Demokratike kështu është ka ta ndisur, është parti hajdutësh atje të mbledhur dhe kujtojnë se janë vetëm hajdutët në qeveri, harrojnë që janë super hajdut ta për vete. Domethënë, këta kujtojnë se vetëm Belinda Balluku ka vjedhur, ky Sali Berisha s'ka vjedhur. Këta kujtojnë se Belinda Balluku është në SPAK, nuk është Sali Berisha që është në 3-4 vende në SPAK. Këta kujtojnë se bie fjala njëri këtu Bardh Ismaia, kujtojnë se është Beneti në SPAK, harron që është edhe vetë në SPAK. Këta kujtojnë që është në SPAK vetëm, nuk e di, një ministër ose janë atë, harrojnë që është edhe Fatmir Mediu në SPAK. Ta harrojnë që janë jo SPAK, po në stër SPAK. Manipulojnë, gënjejnë, shiti ke Amerika, i vakën se i bëni tillë, s'jam banë këtu, s'jam banë atje, nuk e lejojnë këtu se bëjnë atje. Nxjerrin gjithë fare ambasadorë, që thënë ambasador një psikopati që është jo komunist, po familje stër komunist, që thënë ambasador amerikan e da. E trajtojnë sigurisht ambasadori i madh i këtyre delirant, racë bashkëpunëtorësh sigurimit të shtetit edhe të partisë. Jo enveriste, por këta janë kriminal, huj, shefqet peçiste dhe bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit deri ku nuk ban më, janë shërptorët e sigurimit të shtetit, të cilët janë kthyer në antikomunistë. Një prej tyre kryesori është Sali Berisha. Ky që i thot kryeministit në je burr, në ta mban, qëndron në zyrë. Sepse kështu e di Sali Berisha. E vërteton me këto fjalë që ai është vrasë. Në je burr, qëndron në zyrë. Domethënë ai ka qëndruar në zyrë dhe ka vrarë 4 veta të pafajshëm në bulevard. Dhe do që ta bëj këtë punë, që të vrasi edhe Edi Rama. Që pastaj thot ja. Sali Berisha është një nga njerëzit jo të luajtur mënç, më të poshtër që ka historia e shtetërimit shqiptar. Duan të thonë që Esat Pasha është i bardhë si bora përpara Sali Berishës. Esat Pasha ka luftuar në Shkodër. Jo ka dorëzuar për të shftuar njerëzit e vet që ashtu donte ai vetë atë Shqipërinë, donte Tiranë-Durrësin, malazezëve kur ishte vendosur që malaziasit do rrinin 1 muaj dhe do dilnin prej këtej. Por ama me datën 7-8-9 të shkurtit 1913, mas vrasjes së Hasan Reza Pashës, kanë vdekur 4500 veta nga divizioni Zeta dhe nga serbët. Po ashtu edhe nga mbrojtësit. Ka bërë luftë. Nuk krahasohet me Sali Berishën. Nuk mund të krahasohet kur Sali Berisha vetëm ka vrarë shqiptarë.
Sali Berisha ka vrarë, jo aty në bulevard vetëm, por me 97-ën e tij ka vrarë 10.000 shqiptarë. Për tokën, për pronën, ka vrarë edhe 10.000 të tjerë. Pasojat e tij janë të jashtëzakonshme. Dhe sot ka atë që i thonë fundin e Edi Ramës. 30 herë ka nga 2013 te 2026 që jemi tani, që mas protestave të tilla thanë ky është fundi i Edi Ramës. Dhe majmunati i tij, njerëzit delirant, njerëzit e çmendur politikisht si puna e tij, vazhdojnë ta ndjekin mbrapa. Se mirë këta semenët ata që bëjnë sikur, këta që i kanë nëpër parlament, gjithë bëjnë sikur e dinë çfarë psikopatit është, çfarë pse përkëpunon. Por Sali Berisha po t'jetë burr, nxjerr lirin, shkëlqenin, argitën edhe veten për të sulmuar kryeministrinë. Po t'jetë burr. Dakord, miqtë e mi? Po t'jetë burr, ai do të nxirrte veten lirin dhe 2 fëmijët e tij për të marrë zyrën që pretendon. Dakord?